tregon që ai është sjellur në atë lloj metamorfoze si demokrat dhe në fund fare ka përfunduar prapë si komunist, si sektar. Ish presidenti Bamir Topi ka artikuluar kritika të forta ndaj Sali Berishës, duke akuzuar për bashkëpunim me kryeministrin Edi Rama në funksion të interesave politike dhe ekonomike. Gjatë një interviste në emisionin Frontline në Report TV, Topi u shpreh se Berisha dhe Rama kontrollojnë partitë e tyre në mënyrë të tillë që ndikojnë drejt për drejt në gjithë jetën politike të vendit. Sipas tij, sistemi politik u ka dhënë mundësi këtyre dy figurave të përqendrojnë pushtetin dhe të përfitojnë nga ai, përfshirë në fusha si biznesi dhe pronat. Ai argumentoi se zhvillimet e fundit në opozit tregojnë dobësimin politik të Berishës dhe rrethit të tij, duke theksuar se ata po përpiqen të ruajnë kontrollin brenda partisë me çdo kusht. Sipas Topit, mungesa e hapjes dhe mbështetja tek një grup i ngushtë bashkëpunëtorësh tregojnë se ish kryeministri nuk ka më kapacitet për rigjenerim politik. Topi shtoi gjithashtu se veprimet e Berishës gjatë viteve të fundit kanë qenë të dëmshme për vetë opozitën, duke i cilësuar si autogola në favor të kundërshtarëve politik. Në lidhje me përjashtimet nga partia, përfshirë atë të Ervin Salianit, ai u shpreh se këto vendime tregojnë një mënyrë drejtimi autoritare, duke akuzuar Berishën se pavarësisht paraqitjes si demokrat, në thelb ka ruajtur një qasje të trashëguar nga e kaluara komuniste.